Drejtoria vendore për kufirin e migracionit në Vlorë ka vijuar për gjatë muajit qershor 2026 punën për administrimin e migracionit të lishëm, si dhe për trajtimin e rasteve të migracionit të rregullt në kuadër të masave të marra për sezonin turistik veror. Fluksi i lartë i shtetasve të huaj që hynë dhe qëndrojnë në qarkun e Vlorës ka sjellë edhe një rritje të ndjeshme të kërkesave për leje qëndrimi, ndërsa strukturat përgjegjëse kanë intensifikuar kontrollet dhe procedurat administrative. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit qershor janë regjistruar 1344 aplikime online për leje qëndrimi nëpërmjet portalit e-Albania. Krahasuar me muajin maj, numri i aplikimeve është rritur me 521 kërkesa, duke reflektuar interesin në rritje të shtetasve të huaj për të qëndruar dhe punuar në territorin shqiptar, veçanërisht në zonën bregdetare të Vlorës. Po gjatë kësaj periudhe janë miratuar 1344 leje qëndrimi, një tregues që shënon një rritje prej 61% në krahasim me muajin qershor të vitit 2025. Paralelisht me këtë proces, 983 shtetas të huaj janë pajisur me leje biometrike qëndrimi, duke përfunduar procedurat ligjore për dokumentimin e tyre dhe duke garantuar qëndrimin e rregullt në Shqipëri. Përveç administrimit të migracionit të lishëm, Drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin ka vijuar punën edhe në identifikimin dhe trajtimin e rasteve të migracionit të rregullt. Gjatë muajit qershor janë trajtuar 31 shtetas të huaj, migrant të rregullt, një numër që paraqet një rritje prej 60% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas autoriteteve, të gjithë këta shtetas janë trajtuar në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe standardet ndërkombëtare për menaxhimin e migracionit. Pas verifikimeve përkatëse, ata janë pajisur me urdhra largimi vullnetar, duke respektuar procedurat ligjore dhe të drejtat e tyre. Në kuadër të sezonit turistik, strukturat e kufirit dhe migracionit kanë forcuar gjithashtu bashkëpunimin me institucionet e tjera ligjzbatuese dhe ato që operojnë në territor. Sipas Drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin, koordinimi me Drejtorinë vendore të Policisë së Vlorës, Rojën Bregdetare, Guardia di Financën dhe agjencitë e tjera partnere kanë qenë nivele shumë të mira, duke garantuar kontrollin e kufive, administrimin e flukseve turistike dhe reagimin e shpejt ndaj çdo rasti që kërkon ndërhyrje. Autoritetet theksojnë se puna do të vijojë me intensitet edhe gjatë muajve të verës, ku pritet një fluks edhe më i lartë turistësh dhe shtetësish të huaj, me synim për të garantuar sigurinë kufitare, respektimin e ligjit dhe mbarvajtjen e sezonit turistik në qarkun e Vlorës.